Shuma e ullët e pensioneve që marrin pensionistët e Kosovës, të cilët pavarësisht shkollimit dhe kontributit mbi 40 vjeçar, nuk është halli vetëm që kanë. Shteti përveç pensionit minimal, ua ka vendosur edhe një barë të rëndë. Pensionistët kosovar detyrohen që 2 herë në vit të mbledhin të gjitha forcat dhe të shfaqen personalisht në administratën e Departamentit për Pensionist, pranë Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Gjithë kjo rrugë e mundimshme bëhet vetëm që shteti të sigurohet se ata ende jetojnë dhe t'u japin pensionin. Një gjë e tillë nuk përputhet as pak me të drejtat e njeriut, sipas avokatit të popullit Naim Qelaj. Vendoset cila është forma më e lehtë që ta pensionistë me gëzu drejtat e tyre pa u cenu dinitetit tyre, sepse shpesh herë trajtohen në mënyrë të padinitetshme. Reagime dhe kërkesa nga avokati i popullit thotë se pati vazhdimisht. Qelaj për Kiks Kosovën kujton se kërkesat për largimin e këtij udhëzimi u bën edhe më të forta pas pandemisë, por pavarësisht këtyre thirrjeve, asnjëherë nuk u morën parasysh. Kemi dalë me qëndrim edhe të kaluarën, kryesisht kemi dalë në kohën e pandemisë, sepse e patë ndërprej qeveria praktike e daljes në vend, pra me arë pensionisti në qendrën e administratës pensionale, mu paraqit aty. Prej asaj kohë derisa nuk ka ndodhur asnjë ndryshim, pra vazhdon e njëjta praktikë, që ne konsiderojmë problematike për arsye të vetë kushteve që u krijuan pensionistë dhe kur vinë në këto qendra. Si problem kyç, sipas tij është mungesa alternativave që duhet t'u ofrohen pensionistëve. Në këtë rast, ata do të zgjidhnin mënyrën më të thjeshtë për ta. Shqetësimi jon ka të bëjë me mundësinë e alternative, mënyrave alternative tjera për me e kryer këtë obligim, sepse autoritetet publike duhet me u besu dokumenteve që i lëshojnë vetë. Dhe një gjë e tillë, një verifikim i tillë mund të bëhet edhe nga zyrat e gjendjes civile, edhe nga institucione tjera të administratës publike, ku qytetarëve të më shumë u bie më lehtë, më pak shpenzime, dhe ku e kanë më të përshtatshme. E të papranueshme, avokati i popullit i konsideron hapat që institucionet ndërmarrin kur këta të moshuar për shkak të moshës harrojnë të paraqiten. Fakti që muajt e humbur pensionistëve nuk u kthehen në mënyrë retroaktive, sipas Qelajt përbën shkelje të drejtave të tyre. Por më shqetësuesja për mua është fakti që nëse një pensionist në Kosovë nuk paraqitet në këtë periudhë, pas 6 muajve u ndalohet pensioni dhe në momentin kur paraqitet pastaj nuk kompenzohen në retroaktive. Konsiderojmë që pensioni është një drejtë e fituar me ligj, konsiderohet pronë, si drejtë pronësore, dhe në çdo rrethon ai nuk mund të i mohohet asnjë pensionisti, përjashtimisht kur është përcaktuar me ligj dhe në rregulla të tjera të përcaktuara me legjislacionin e Kosovës. Qelaj për Kiks Kosovën rrëfen se duke qenë se zyra e tij dhe ajo ku pensionistët vinë për t'u paraqitur janë afër, pamjet e të moshuarve duke pritur në radhë dhe kujtojnë edhe një herë se pak dinjitet për ta bart ky udhëzim administrativ. Të qenë se unë kam zyrën afër administratës pensionale, shpesh herë më rastis me i pa në kushte të jetë vështira dhe për mu të papranueshme. Mungesat në këtë zyrë ku të moshuarit paraqiten, thot Qelaj janë të shumta, duke filluar që nga kushtet e vendit ku ata detyrohen të presin. E para ka shumë të lloji para hyrjes, e dyta nuk ka vend për parkingje. Shumë persona që vinë kushte të rënda e kanë pamundësi një distancë gjatë me ecë. Pastaj nuk ka çase për personat më të kufizuar për çka. Na kemi dalë me një raport dhe kemi kërkuar me rregullu me investime minimale mund të rregullohet për 2 ditë ajo punë, por që ka më shumë se 1 vit nuk është rregulluar. Dhe e treta pastaj te vetë kushtet ku hyn brenda dhe ku presin për me e kryer procedurat, që mendoj që lën shumë për me dëshiruar dhe jo vetëm në këtë qendër në Prishtinë, por besoj kushtet e ngjashme janë në shumicën e objekteve ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre administrata pensionale dhe ku këta detyrohen me shku. Për Kiks Kosovën, Qelaj thekson se edhe vetë administrata është e pajtimit që duhet një reformë e thellë sa i përket çështjes së pensionistëve. Në diskutimet që kemi pas me administratën pensionale,
edhe ata janë vetë, si themi, rekomandojnë që duhet me pas një reformë të legislacionit pensioneve në Kosovë, sepse nuk janë vetëm këto probleme, po janë edhe probleme shumë të tjera që të moshuarin në Republikën e Kosovës, qytetarin që është pensionist, e vendosin në një pozitë shumë të vështirë dhe nuk trajtohet ashtu si që meritojnë.